kur edhe ajo e vën theksin që Erion Veliaj është kërkuar në bazë të ligjit për qeverisjen vendore dhe jo sipas parashikimit kushtetues, i cili thot shkarkimi një kryebashkiaku është në rastet kur ai ka bërë shkelje të rënda të kushtetutës. Pra shkosa është shkarkuar sipas ligjit të vetë qeverisjes vendore, nuk kemi shkelje të kushtetutës dhe presidenca pretendon që kjo çështje nuk duhet të shqyrtohej në gjykatë kushtetuese, por në një gjykatë administrative. Pra thelbi është i gjithë i neni 115, cilat do të jenë argumentet ligjore që do cilin në këtë rast edhe pala presidencës, edhe Këshilli i Ministrave dhe cilat do të jenë pretendimet që do të ngrej pala mbrojtëse Erion Veliajt. Një seancë e cila ka vëmendjen e madhe, jo vetëm për aspektin e saj politik, por edhe për aspektin e saj juridik, për të dëgjuar cilat janë dhe pretendimet e Erion Veliajt, që do të jetë dhe kjo dëgjesa e parë e Erion Veliajt pas 8 muajsh qëndrim në paraburgimin e Durrësit. Në fakt kjo është dhe përballja e parë gjyqësore e tij në gjykatë kushtetuese, pasi më pas do të ketë një përballje të tjetër për ato çështjet penale për të cilat Erion Veliaj akuzohet nga SPAK. Pritet të flas vetë zoti Veliaj, jo vetëm përmes avokatëve. Enkelida? Nëse ke ndonjë informacion? Vetëm një moment, një informacion të fundit, atëherë përfaqësuesit ligjor të presidencës do të jenë. Presidenca do të përfaqësohet në këtë seancë gjyqësore të gjykatës kushtetuese me Hemion Braho, Ilirian Rusmaili dhe Eriola Shia. Janë përfaqësuesit ligjor të presidencës që do të bëjnë mbrojtjen e parashtrimeve të tyre, ndërkohë kryeministria do të jetë me Herald Jonuzaj, Vangelt Duni dhe avokatja e shtetit Irma Qosja. Vetëm një sekondë Esmeralda, më lejo sa t'i kaloj pak. Pa tjetër, pa merak, merr kohën tënde, nga dal. Atëherë Esmeralda do të kemi, le të themi, 6 përfaqësues ligjor, 3 do të jenë nga presidenca dhe 3 do të jenë nga kryeministria që do të bëjnë mbrojtjen e tyre për vendimarrjen si nga vendimi i Këshillit të Ministrave, por edhe nga presidenca, e cila nxori dekretin për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme dhe të pjesshme vendore për datën 9 nëntor, një dekret që më pas urrëzua nga gjykata kushtetuese me argumentin që ishte në shkelje të nenit 115 të kushtetutës, për aq kohë sa kishte një ankesë nga pala mbrojtëse në gjykatë kushtetuese, të dyja institucionet, si qeveria ashtu dhe presidenca, nuk do duhet të bësh një vendimarrje. Dhe mbritëm sot në këtë seancë plenare publike ku do të shqyrtohet në themel i gjithë ankesa Erion Veliajt. Tani, nëse ke si informacion, do të flas edhe zoti Veliaj, apo ai thjesht do të jetë i pranishëm dhe në emër të tij do të flasin përfaqësuesit ligjor, avokatët e tij? Jo, Esmeralda do të flasi edhe kryebashkiaku ende në detyrë Erion Veliaj, po aq edhe përfaqësuesit, pra avokatët e tij. Erion Veliaj do duhet të bëjë të gjitha parashtrimet e tij pse e gjen ai të gabuar shkarkimin e tij nga detyra e kryebashkiakut të Tiranës. Është kjo kërkesa që ka patur në fakt edhe në Këshillin Bashkiak. Sigurisht do të ketë pyetje si nga trupa gjyqësore që do t'i drejtohen Erion Veliajt për pretendimet dhe parashtrimet e tij, por aq do të jenë edhe avokatët mbrojtës. Pra, le të themi që e gjithë dëshmia e Erion Veliajt do të zhvillohet mes kryebashkiakut ende në detyrë që do të ketë fjalën e tij, pretendimet e tij, argumentet e tij dhe po aq do të jenë dhe 2 avokatët e tij, të cilët do t'ju përgjigjen trupës gjyqësore, pra gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese të pyetjeve që ata do kenë. Pra seanca do të jetë mes dy përfaqësuesve, Erion Veliajt dhe avokatëve mbrojtës. Dhe sigurisht pjesën tjetër më pas të parashtrimeve e kanë Këshilli i Ministrave dhe presidenca. Tani masa që mos bjerë sinjali që të ketë probleme janë marrë, apo jemi me risk do një sulm kibernetik, apo e paralemruam që dje në lidhjen direkte që patëm bashkë në mëngjes dhe në fakt pas atij paralemrimi sigurisht u kujdesëm që në gjykatën kushtetuese të çojmë edhe kërkesa të vazhdueshme për të garantuar sigurinë, cilësinë e internetit, që faqja e drejt për drejt, pra YouTube që ka gjykata kushtetuese ku do të transmetohet gjithë kjo seancë gjyqësore të mos rrëzohet për shkak të fluksit të madh që do të ketë dhe interesit të madh që do të kenë jo vetëm mediat, por edhe shumë qytetarë të tjerë për të ndjekur këtë seancë gjyqësore. Do të kenë edhe ata që janë mbështetësit Erion Veliajt.